Ne në lëndën e teknologjisë në klasën e 8 kemi mësuar për robotët si pajisje teknologjike që na ndihmojnë të kryejmë operacione ndihmëse apo operacione kryesore. Për të demonstruar se robotët janë mjaft të nevojshëm si në jetën e përditshme ashtu edhe për ne nxënësit, e kemi marrë Lego robotën si një përfaqësim më të mirë të teknologjisë moderne. Lego roboti është i përbërë prej sensorëve mjaft të përkryer, si ai i dritës, i prekjes dhe po ashtu i distancës. Lego roboti përfaqëson arritjet e nxënësve në ndërtimin dhe po ashtu edhe programimin e një sistemi teknologjik. Po ashtu Lego roboti përbëhet edhe prej kontrollorit NXT që është edhe truri i këtij sistemi teknologjik. Domethënë tash shkojmë tek instruksioni këtu, marrim së pari motorin dhe marrim këtu menyn rotacionet e rrotullimit, e marrim rotacionin 1.5 rotullime. Këtu fuqinë e motorit e marrim në 730 dhe pastaj do ta marrim ngjyrën, sensorin e ngjyrës. Sensorin e ngjyrës dhe e vendosim tek ngjyra te cila ngjyrë dëshirojmë ne. Ne do ta bëjmë tek ngjyra kuqe. Dhe pastaj do të shkojmë do ta marrim motorin dhe duhet që ta bëjmë që të kthehet mbrapsht. Rrotullimin e bojmë apet 1.5. Kështu. Tash dhe do ta demonstrojmë këtë. Tash do ta demonstrojmë ngjyrën e kuqe. Ngjyra kuqe. E kur të vijë tek ngjyra kuqe, kjo do të kthehet, roboti do të kthehet mbrapsht. Dhe tash do ta demonstrojmë edhe ndjekjen e vijës së zezë. Kjo është.